Në 24 mars, Këshilli i Bashkisë Shkodër do të vendosë për shpërblimin e kampionit të Europës në atletik Izmir Smajlaj. Me propozim të kryetares së Bashkisë Shkodër bëhet me dije se në fondin e shpërblimit është përfshirë përveç kampionit të Europës edhe trajneri i tij Vildan Tufi. Në relacionin e paraqitur për këshilltarët, zbardhet edhe motivacioni për këtë shpërblim, që shkon për Izmir Smajlaj, i cili ngriti lart emrin e Shkodrës dhe Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Ndër vite, ky sportist tër vitet dhe është pjesë e ekipit të atletikës në Sport Klub Vllaznia, duke patur rritje profesionale të përvitshme dhe duke performuar në gjitha kompeticionet kombëtare dhe ndërkombëtare, që nga viti 2012 me dinjitet dhe profesionalizëm të lartë në emër të Sport Klub Vllaznia. Për këtë arsye, sportisti Smajlaj është vlerësuar për rezultatet e tij në mënyrë permanente. Konkretisht, për vitin 2017, Sport Klub Vllaznia ka parashikuar qysh në fillim të këtij viti, përmes buxhetit të Bashkisë së Shkodrës, rritje në trajtimin ushqimor, duke ngritur atë në vlerën maksimale të lejuar nga legjislacioni shqiptar. Mbështetur në vendimin e Këshillit të Ministrave, por kriteret e përcaktimit të nivelit të lartë sportiv për mënyrën e shpërblimit sportistëve që arrin këto nivele, si dhe për përfitimin e trajtimit për përgatitjen sportive, propozohet që atleti Izmir Smajlaj, fituesi i kampionatit ballkanik të atletikës, fituesi i kampionatit evropian të atletikës në sallat mbyllura në Beograd, për vitin 2017, me rekord të ri kombëtar, të përfitojë si shpërblim personal 500.000 lek. Gjithashtu, trajneri i tij personal Vildan Tufi, për ndihmën e dhënë ndër vite në disiplinën e atletikës dhe mbështetjen për atletin Smajlaj, të përfitojë si shpërblim personal 100.000 lek, thuhet në relacionin dërguar këshilltarëve nga kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi.